Vetëm një orë pasi ka marrë konfirmimin nga kryeministri Berisha si kandidat i propozuar nga Këshilli i Ministrave për kreun e Bankës Qendrore, guvernatori Ardian Fullani në konferencën e tij për shtyp ka rikonfirmuar edhe një herë se është i gatshëm për një mandat të dytë. Guvernatori është në detyrë dhe leximi i raportit sotëm tregon që Banka e Shqipërisë është në krye detyrës dhe vigjilente për të përballuar sfidat e së Guvernatori Fullani, referuar raportit të FMN-s, kërkoi më tepër vëmendje për mbajtjen nën kontroll të borxhit dhe deficitit buxhetar. Në kuadër të një kujdesit të shtuar për mbajtjen e balancave të brendshme dhe të jashtme nën kontroll dhe vazhdimin e reformave strukturore, siç përmenda më sipër, dy janë gjërat mjaft të rëndësishme që duhet të kemi kujdes. Niveli i deficitit dhe niveli i borxhit, unë mendoj që ekzistojnë të gjitha mundësitë që këto objektiva të realizohen. Ndërkohë në lidhje me kredit e KQ-ja, kreu i Bankës së Shqipërisë deklaroi se gjithçka po vëzhgohet me kujdes. Banka e Shqipërisë gjykon që Kredia me probleme ka arritur nivele të pranueshme. Niveli i tyre është në 17 deri në 18% aktualisht, por është totalisht i menaxhuar nga sistemi bankar. Guvernatori Fullani përmendi edhe një herë se ecuria e ekonomisë në vendin tonë vazhdon që të jetë ngadalë.